Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 28 shkurt 2026. Duke se kemi një ditë mjaft të rëndësishme në lidhje me shumë ndryshime dhe dita e fundit e muajit shkurt, ku na mëson shumë gjëra, na ka dhënë mundësinë e drejtimeve, e ndryshimeve dhe e mundësive. Por çfarë bëhet më tutje ose më çështje që kanë të bëjnë në anën e biznesit ose të çështjeve të karrierës, data 28, miq të dashur, duket se kemi të bëjmë me ndikimin e Mërkurit në retrograd me Afroditën në Peshk, një kënd shumë pozitiv, nuk është negativ, sepse do thotë megjithëse kursi retrograd i Mërkurit mund të zvogëloj pak ndikimin e tij, po ky kënd mund të sjellë njerëzit nga e kaluara jon e punës, e çështjeve romantike ose takime të rastësishme me çështjet e punës suaj. Madje mund të bëjnë dhe një udhëtim në një vend ku shumë kohë e kërkonit, një punë shumë të rëndësishme dhe kjo bën që juve të jeni shumë përpara ose t'ju jepet kjo mundësi për zgjidhur çështjet e juaja. Dhe kjo të bëjnë në lidhje me ndikimin që ka të bëjë në lidhje me çështjet që lidhet me anën e biznesit dhe të gjërave të tjera që do të diktojnë në anën tuaj. Megjithatë, ndikojnë pozitivisht shenjat e ujit dhe të shenjat e zjarrit. Shenjat e ujit janë gaforja, akrepi, peshqit, të dhjetiqitret, por gjithashtu të dhjetiqitret të shenjës së zjarrit, siç janë shenjës së dashit, siç janë luanët, por edhe shigjetarët. Pra, po të shikojmë se sa mundësi, kohë, ndryshime vijnë në rastin konkret edhe është e momenti mundësia më e mirë e mundshme e kohës dhe momenteve. Pra, çdo gjë është më së mbar, çdo gjë është më së e realizueshme për punën, për kohën. Prandaj bini pas kësaj dite, mos e lini pas dore. Do thoni juve, po dita e shtunë, çfarë mund të bëjmë? Ditën e shtunë, mund të bëni shumë gjëra, sepse data 28 është dita e Saturnit, është dita ku gjërat ndodhin, për një mënyrë apo për tjetrën kanë dhe mundësi dhe kohën e duhur për të pasur zhvillime në punë dhe në dashuri. Por pas të fillojmë parashimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ardhur në ndihmë mbi paketat që astrologo.al ofron. Zgjidhni paketën tuaj, numrin për kartën e blerjes dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit duke dërguar emailin tek sekretaria. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe çdo të mërkurë në orën 20:00 juve mund të dërgoni mesazhin. Po si do të dërgoni mesazhin? Tek ai butoni që shkon atje. E klikoni, ndiqni hapat dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve. Doni më tepër informacion rreth shenjës suaj, rreth çështjeve që kanë ndodhur dhe do ndodhin në atë moment, atëherë kemi parashikimet momentale. Pra, parashikimi që mbasi përfundon emisioni, duke bërë abonimet, gjithë abonimet, do përgjigjem abonimeve në detaje më pas në dritaren private. Quhet membership, është pikërisht membership, ja pra join, si që themi këtu që lexon, e klikojnë në atë butoni që shkon atje tek astrologu Jurgo Pulla, tek duke futur tek YouTube dhe më pas ju hapet ajo faqja aty, vendosni të dhënat, vendosni gjërat dhe abonim momental dhe direkt pastaj në pyetje përgjigje dhe merrni përgjigjen për gjithçka juve intereson. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqenëse dashi duket se ka disa mundësi, disa gjëra që janë mjaft të rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet që do të vinë. Dhe koha është për juve dhe është në anën më të mirë të mundshme dhe të stabilizimit korrektësisë suaj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luanët dhe dishit parë, me briqapët dhe dishitet është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit, duket se
keni mundësinë, keni gjithkohën dispozicionin tuaj, përsa i përket çështjeve të rëndësishme, përsa i përket karrierës suaj, përsa i përket një takimi jo të rastësishëm, por më të dobishëm dhe më të rëndësishëm në lidhje me gjërat që do dakordsoheni, sepse kur bie dakord me diçka, është edhe momenti më i mirë i mundshëm përsa i përket stabilizimeve dhe mundësive të arta që do të keni tani e tutje në lidhje me vendimet që merrni në kohën e duhur. Dhe kështu që kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi në anën tuaj të ekonomisë dhe të biznesit. Kështu që çdo gjë është në dorën tuaj dhe keni dhe mundësinë përsa përket anës ekonomike financiare, përsa përket dhe bizneseve që do të keni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me ujor dhe me virgjëresh duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Përsa i përket binjakëve, duket se ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitive përsa i përket punës aktuale, përsa i përket disa ndryshimeve që do të keni tani e tutje, ku është momenti juaj për çështjet madhore. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot gaforja. Për gaforet duket se tani e tutje, sado që kanë pasur probleme me të ndryshme të tyre, por vjen një mundësi e ardhur, ta thosha unë, është koha dhe momenti i duhur për sa i përket çështjeve të rëndësishme, bisedimeve të rëndësishme dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshorët e ditës së parë, me dash, ka çështje ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot luani. Për sa përket shenjës së luanëve, meqense luanët tani e tutje janë anën më të mirë të mundshme në kohën e duhur. Zhvillimet që ndodhin për tek luanët është një moment që vërtet është koha e duhur dhe momenti i duhur për takime pune. Vërtet është një moment shumë i mirë për juve dhe keni mundësinë për zgjidhur çështje problematike. Në çështjet e dashurisë, me ujor është ideale, me dem kërkohet vëmendje. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e virgjëreshës. Përsa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur për bërë zhvillime dhe ndryshime të mëdha, për të arritur qëllimit të tyre në ekonomi, në stabilizime, në takime me persona të tretë që ndihmon shumë në këtë drejtim dhe është një periudhë shumë e mirë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me bërqap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot peshorja. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët tani e tutje kanë disa mundësit më të mira që janë nga dreka, sepse ka të bëjnë me sepse ditë e shtunë, siç e tham, është një ditë shumë e rëndësishme për punën aktuale, për gjërat që janë të rëndësishme dhe bisedat që do të bëni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore dhe me ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Për akrepët kanë atë rëndësinë që japin vetes së tyre, japin disa mundësi të arta në lidhje me takimet, por është koha, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizime dhe ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me vazhdimsinë, sepse akrepët gjithmonë janë një hap para me punën, por me dashurinë kanë pak më mbrapa, sepse kërkojnë shumë gjëra në një kohë, që do thot me dem, do thot me ujor, do thot dhe me luan të 10 ditësh parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shigjetari. Për sa përket shenjës së shigjetarit, meqense shigjetarët duket se tani e tutje kanë kohën e duhur, kanë mundësinë që zgjidhin problemet, zgjidhin periudhën, kohën e duhur për marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në shumë çështje, në shumë drejtime, është kjo periudhë mjaft e mirë për sa përket shenjës së shigjetarëve, sepse lidhen me punën aktuale, lidhen me disa vendime që do të marrin tani e tutje. Në fushën e dashurisë, duket se me virgjëresh dhe me peshk është idealja në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot bricjapi. Me bricjapët duket se jo se kanë një problem shqetësues ose diçka që nuk shkon ose
kanë pasur shumë punë në përduar, por ai kanë mbaruar vallë. Unë të thosha po, është drejt përfundimit, është drejt stabilizimit dhe një çështje nga më korrekte që ju e keni, kohën më të mirë të mundshme në anën tuaj, sepse është dhe vendimi që mund të merrni tani e tutje, në vendime të rëndësishme në ekonomi, vendime të rëndësishme në vazhdimsi të jetës dhe të periudhave të ndryshme. Megjithatë, është koha që stabilizon anën ekonomike, stabilizon punën tuaj edhe ndryshimin e madh që vjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Virgjëresht të 10 parë me shigjetar të 10 të tretë, është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin, sepse juve të kësaj shenje i keni gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet e dashurisë. Lidhjet afatgjatë janë një mundësi shumë e artë dhe kjo është koha që juve keni dhe keni gjitha mundësitë për të realizuar. Vijojmë tek shenja e radhës, kjo do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, duket se keni një periudhë mjaft të mirë tani e tutje për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare në lidhje me një takim dhe një vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket çështjeve të punës, për sa i përket asaj që juve keni, doni të rregulloni gjërat, por edhe pse me probleme të vogla, por janë kalimtare dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Luan, me Akrep është ideale, një vëmendje të vogël do të bëni me Dëm të 10 parë, kurse e gjithë gjërat dhe historia duket se i keni mundësitë dhe keni arritur qëllimit dhe momentet e duhura ku zgjidhin problematikat. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë e artë në atë çka bëhet, e artë në atë çka rregullohet dhe stabilizohet. Prandaj bëni pa kujdes, mos u nxitoni në vendimet që merrni, sepse është kjo periudhë, është kjo kohë mjaft e mirë dhe tepër ndikuese dhe vazhdimësia është mjaft e artë në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqet duket se kanë mundësinë, kanë kohën e artë në ekonomi, kanë kohën e mirë në lidhje me vazhdimsinë të punës së tyre. Sepse stabilizimi, vazhdimësia, momentet janë ato që janë shumë të duhurat në anën tuaj dhe një nga mundësitë më të mira që kanë bënë janë tani, edhe kjo periudhë është periudha dhe koha e duhur në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Akrep dhe me Gaforre kanë mundësi në artë dhe vazhdimsi. Këto ishte pak a shumë përse përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 28 shkurt 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë nuk të edhe një, për i të interesoni për shkrimet detajuar, kemi astrologu.al. Ja pra, faqja e rosë shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin për katës e blerjes, atëre shkoni tek sekretaria, vendosni të dhënat dhe më pas dërgoni emailin dhe jeni gati pastaj për të dërguar, sepse aty duket pastaj dërgoni mesazhin dhe ju marrim neve ose juve në WhatsApp apo Viber. Por ju që doni që në kohën që jemi drejt për së me juve çdo të mërkur në orën 20:00 me pyetje përgjigje. Kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni se si funksionon dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së përgjigje. Në një rregull. Esmira.